Presidenti amerikan, Donald Trump, ka njoftuar zyrtarisht shtyrjen e afatit për sulme ndaj termocentraleve dhe aseteve energjetike të Iranit për një periudhë prej 10 ditësh deri më 6 prill të vitit 2026 në ora 20 sipas orës lindore. Trump deklaroi se bisedimet me Teheranin po vazhdojnë me ritme pozitive dhe se lajmet e mediave për situatën shpesh janë të pasakta. Ai theksoi se Irani kishte lejuar kalimin e 10 cisternave me naftë nëpër ngushticën e Hormuzit si një tregues i seriozitetit të tij ndaj dialogut. Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim raportoi se Teherani ka reaguar ndaj 15 pikave të propozuara nga Washingtoni dhe është në pritje të përgjigjes së palës tjetër. Ndërkohë, sekretari i shtetit amerikan Marco Rubio pritet të kërkojë mbështetje nga vendet e G7 për rihapjen e ngushticës së Hormuzit gjatë një vizite në Francë ku do të takohet me ministrat e jashtëm të bllokut. Konflikti, që ka tronditur tregjet globale të energjisë, ka hyrë në muajin e dytë, ndërsa tensionet ushtarake vijojnë. Ushtria izraelite kryen të premte një val sulmesh ndaj infrastrukturës së regjimit iranian në Teheran, ndërsa në Liban mediat raportuan shpërthime në periferitë jugore të Beirutit, zona e fortësuar nga Hezbollah. Garda revolucionare e Iranit, përgjigjes për sulmet me raketa dhe dron të njëjtën, ka synuar objektiva ushtarake në Izrael dhe në Gjirin Persik, ku janë të vendosura forcat amerikane. Teherani ka bërë thirrje për ndërprerjen e sulmeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndaj Iranit dhe grupeve të lidhura me të në rajon përfshirë Hezbollahun e Libanit. Situata mbetet e tensionuar, ndërsa komuniteti ndërkombëtar monitoron zhvillimet dhe presionet diplomatike për të shmangur një përshkallëzim më të gjerë të konfliktit në lindjen e mesme.